Policia Shkodrës arrestoi 5 shtetas në fshatin Ragam pasi u kapën duke kryer gjueti të paligjshme. 5 shtetasit Simon Simoni, Elvis Filipi, Edinjo Mjeda, Klean Dako, Wilson Doja u arrestuan në kuadër të operacionit policor të koduar Hunters, pasi dyshohet se kanë thyer moratoriumin që është ende në fuqi. Në momentin e ndalimit nga policia, këtyre shtetasve i u gjetën në automjet 2 armë zjarri, 1 pistolet, 1 pushk, 2 armë gjahu, municion luftarak, 1 dron dhe 1 shpend i vrarë. Gjatë kontrollit në banesën e njërit prej të arrestuarve, u gjet një sasi kanabisi. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Shkodër bazuar në planin e masave të hartuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër për parandalimin dhe goditjen e rasteve të gjuetisë së paligjshme, kanë kryer kontrolle në zona të ndryshme të qarkut Shkodër. Gjatë kontrolleve në fshatin Ragam, shërbimet e policisë kanë konstatuar 5 shtetasit që kryenin gjueti të paligjshme. Materialet procedurale ju referuan prokurisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme, për veprat penale, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit, prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive, dëmtimi i specieve të mbrojtura të florës dhe faunës së egër dhe prodhimi dhe shitja e narkotikëve.